Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar si çdo të enjte duke filluar nga ora 21. Me emisionin Rruga e Ndriçuar jemi me hoxhën tonë dhe tuaj, në hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, përveç pranë ekranit të RTI-s, emisionin Rruga e Ndriçuar mund ta ndjesni dhe në Facebook, po ashtu në YouTube personalet e hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjej. Hoxhë nderuar, me njëherë kemi një telefonat sa po filloi emisioni. Bismillah. Selamu aleikum. Alo, selamu aleikum. Aleikum selam. Jeni të vënusi i parë dhe urnani keni pyetje për hoxhën? Okej. I kam 3 pyetje për Tri hoxhën. pyetje. Pyetja e parë është, deshta me ditë çfarë ka të veçantë ose çfarë urtësie qëndron tek mëlçia e balenës përderisa është ushqimi i parë i banorëve të xhenitit. Pyetja e dytë është, deshta me ditë nga ana shkencore në Kur'an a shkruan diçka, meqense se profesori është edhe komentuesi i Kuranit, a ka ndonjë argument shkencor Kur'an që mes tokës dhe qiellit të parë ka ndonjë kupol që e ndon? Meqense se ka shumë teori konspirative që thonë se askush nuk ka mujtë deri tash me shku në Han apo ndonjë planet tjetër dhe se është një pengesë që i ndalon ato. Dhe pyetja e tretë, deshta me pyet për çështjen e festës së Bajramit, çfarë komendi ka hoxha për personat të cilët e injorojnë këtë festë dhe shkojnë në pushime, qoftë në Bregdet apo dikun tjetër, dhe kështu e mbyllin dyrt për musafirët. Faleminderit, Kaq Allah kisha. nderoft. Selam aleikum. Aleikum selam. Po hoxhë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhëruar te bareke wa taala, bim salavat dhe selam pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shokëve të tij, familjes së tij, të gjithë atyre muslimanë dhe muslimanët të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite, ata të cilët vijnë pas në deri në kiamet. Pastaj po fillojmë me pyetjes së tretë. E që ka të bëjmë ceki punën e bajrameve, njerëzit shkojnë në përdetje, thashtu, në përpushime, gjatë festat bajramit dhe nuk e presin farefisin, shoqnin, miqësin, akrabat në shtëpitë e tyre. Në fakt, kjo është vetëm lënje së neteve, por jo farzeve. Sepse festimi i festës së Bajramit, sipas traditave të çatij populli, se njerëzit nuk janë të njëjtë. Allahu i madhëruar shumë sende, shumë gjëra, shumë dispozita, na i ka lënë mbrana traditave tona. Për shembull, tek martesa, tek dasma, qysh e jep ti për kufezimin e një dasme islame. Nuk po të pësim ndo burrat e gratë, sa të është me përzi haram e halal. Të s'përpes atë e din fëmija, e din plak, e din i shkolluar, e din alfabet, e din të tanë. Por, pse duhet jetë një darsëm, e cila është islame dhe me quatë sënnet pejgamberit në vend, kur ka thonë, aulim, walu bishatin, bëne një gostin, një darsëm, qofte me një dele. A bërë me thjetë 3 vetë, a do 30, a do 300, a do të na shpit ka një shka pas nga 3 ditë për para. Apo se kur këtë sot mi quna për restoran dhe jo në për shtëpia në për oda. Allahu nuk në ka definuar këtë gjëra në mënyrë të prerë, por ka dishme në lanë të lirë. Ose
me qenë se ceko martesën të këpuna e meherit të sadakas, e cila u jipet grave kur të fejohen, kur të bëjnë kuror. Kur të bëhet kurora, djali obligohet me dhanë nusës meherin. Mja caktu. Tani mund t'jep ma vonë një pjesë, për pas qarit me dhanë një pjesë, para se më vetë mu me te, pjesën tjetër mundet me shty, si mbas marrëveshjes, por me qenë afati i definuar, e jo kur me abzoti mu. Nëse misele gjata jo. Por sasia sa me qenë, loji që ka me qenë, këtu i kalon Zoti në tradit popujve, njerëzve. Ose burre ka për obligim për detyrë më kujdes për gruan e tij gjithsesi. Burre ka farz më kujdes për gruan e tij nga ana ekonomike. Edhe nga anë të tjera, por nga anë e lekut e kim këtu fjalla. Mirë. Cëllë është kufini? Cëllë është kufini? Që këmë mos më tutë se për hinë hak gruës dhe se rrjedhoj për hinë hak Zotit. Sepse është i dëvat shumaj. Nuk dënë mi hinë hak askojt. Se gruja s'nalet kërë bla 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 të folë, kë nuk e lodhë krytë fort. Kërkesat e saj nuk përfundojnë. Shambull e marrë në pandash më prejkë. Sepse ka gratë të cilat me adha dy janë nuk njihet a lypë në dy janë tjetër me hangër. Dhe këse ka dert frikën e Zotit, mës pëhin hak këti robit Zot. Shambull, këtë kjo shambull është. Do me ditë robi. Njëtë në gjahë dhe të këqështja e rujtjes i lidhës fare fisnore. Për zhënona pak për kjo është mirë se na vinive si këshilat për gjithshme, andaj na bojnë halal se nuk përdu me ikë për pyetjes as por me qenë se ka të bëjmë me diçka që është tradit. Andaj të zgjerohemi pak ta kuptojmë konceptin e kësaj tradite që në terminologjinë fetare islame quhet urfun. Dhe Allah ka thënë në Kur'an: "Khudhil afa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Allah ka urdhëruar pejgamberin që ta ketë parasysh punën e traditës e që nën kupton dhe ne musliman pastaj. Pra, të rujtja lidhës fare fisnore. Këtë dhe kufini? Unë për di se kam obligim i qërë babën e nanën, me vizitu vlanë, me vizitu motërë, me vizitu danë, me vizitu halën, po e di. E kam dëgju në Koran, e kam dëgju lemanë, hëgjëlartë, ligjerusë, në për gjëmajë, në për rune li fare fisnore, në për bajramen, hëdbe, o ju njerëz, shkënë të vlatë e motëra. Po kalëzëm të mu cëllë kufini, që nuk bën me që ma rallë, ma largë, edhe cëllë është ma shpejt që më sta të praj. Se s'për kon vakt, nësë rrivesh të motrat e hala. Cëllë kufini. Zotë e kalon tradita njerëzve. Atë sa njerëzit e shofin se po vjen kë vlla muë. Elhamdulillah, nësë të pjem kontakt. E kur e ke pa për e të funit, ty bekan është tani mujdet. Ko, shumë bre. Vallaj, na që shto tradit e kjevna, nuk më lidhem për ditë, se jem të angazhuar sene, por dëgjohem herë, ama nuk shkon muj pa taku me zvete, dikun tjetër atje nuk shkon java na pa me zvete. Njëtë në gjatë të festat e bajramit, këthejemi të këtema. Festa e bajramit. është si fest, është prej Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka legjitimua dhe ka thënë i bekuar, Allahu ka zavendësuar juve këto festa që keni me dy festa tjera. Festën e Kurban Bayramit dhe festën e Fitr Bayramit. E që për këti hadithin nxjerrën shumë sene, ndërto, ne muslimanët nuk kemi tjera festa për posi dy. Ndërto, dohet me festu këto dy festa. Dohet me shpreh gëzimin, me shkëmbye urimet gjatë tyre festave. Cëllë kufini? S'kem kufi. Mbarët për traditave. Ta shimagjenat i në Kosovën tonë, runa 10 gradualisë, po pajtej me motër, nuk më pëlqen as mu kjo. Sepse unë jam rrit në 2010 dhe një kohë para lufte, ku e në shko 3-4 burra në për shpia, dhe ka nërë ka 3-4 grana për shpia, këtë gratë e mahalës, jem veç anti vajzat e reja, ku ta diju në shku, her një shpije, dhe më thonë granimen në vizitu me zveti, burrat e në vizitu me zveti, edhe ka 20-30, të shku të hajde të me neve, edhe atë hajte me neve, apo? Kështu ka qenë të pjesa besaj këtë Kosovën, besaj.
Po besej, nuk i di, por po besej, sa të nuk e kemi njoft na këtë Kosovën, çdo fshatë, çdo qytet. Por kështu ka qenë besej të këtë populli jonë. Mirë se nuk i kemi ato, ka ndryshuar, po kam frikë që ndryshojnë hala ma shumë. Dhe vije koha kur nuk vjen Bajrami, shkon Bajrami, vjen tjetër Bajrami, shkon tjetër Bajram prapë, shkon vjen tjetër, shkon tjetër dhe kështu me radhë, dhe nuk ta hap, nuk ta troket derën kush. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Tepër shqetësuese. E që në mendej këtu na do të më ushqy këtë, shumë për përsëris motra ka shumë mirë, do të më ushqy këtë element. Elementin e vizitave vëllazërore e miqësore mes veti. Edhe miqve. Mikun. E ki miq, e ki dhanër, babën e dhanërit, marë dhanërit, marë miku, marë baba e qikese, marë baba e nusese, miqësia. Miqësia, ta heshën shpinë, ta ndëroj pragun. Njerëzë kërë ka arë miku, o që ka marë pulën më të mire, e kanë zirë ka qakët e në gjysë në ato, e kanë zirë kënusën e flejgjë në ajtë. Për ty në kam qenë edhe me vëpshën që tërë thëshët gjënakta këtë në rame flejtë pula, na do të me hina për tërë, në për tërë me ka pulën më të mire, në përmja presë ka arë miku i shpis, la ilaha illallah. Ta shpëllë motra, po pajtej me te por, na do të më munduhe, mja kujtu njerëz, më ndoj ju njerëz, shihreti madhë është me najtë me vizitu me zvete, me gjithatë nuk bënë haram nëse shkon dikon, të lutem, nëse qëtë familja ju të komplet, edhe kanë qëmë shku me stu një Bajram në Stamboll. Që në ashtë s'ka kush i pret si familje, por në qytet, dojmë me shku, na për qytet me shëtit, tjetra familje ka qëmë me shku atje në Durrës. Do është kam bërë banesa njerëz në për Durrës, ose kanë qëmë me shku shpesh, ose në Tiranë, nuk në me ndalu njerëzve. Mos e shtërngojna shumë njerëzit. Të përpiqemi të rujmë traditat, por pa të pruar. E rëndësishme është muslimanët me festu Bajramin. Kjo është tepër e rëndësishme. Pyetja e dytë e motrës, e marrë dyta, po kem telefonat se zjato. Hajde bismillah, se unë janë përgjigje bëllësht. Allah shëleft. Selam aleikum, alo? Aleikum selam, selam aleikum për ty dhe për hoxhën. Aleikum selam, Allah i nderoft. Keni pyetje për hoxhën? I kam ja dy pyetje për hoxhën, dhe ishte mi thonë hoxhës, që e ngoj shumë, ka 4-5 orë në ditë ligjëratat e tije ma hershme tashme, kum përfitu shumë për ti dhe përfitoj, po se e në marrë mirë se kom përfitu, namazin s'po muna me folë regullisht, se di, po gjoj arsyes, po kam shef, jo mi flakte, kam me thonë moral të mire, familje të mire, Ramazana gjeroj, ka pak se shatë jepi, sadaka e kësi, po me folë namazin s'po maj, gjatë Ramazanit e kom folë krejt, një mujt dit, po dyshysh si ftavt, zemra jo, me ndjen, qysh ndjen njëri ta mën namazin, thash hoxhës të vesh, qa mund me konaj problema, qa mi thonë kësaj pune, se ngoj shumë ligjërat edhe hoxhën, ngoj edhe hoxhë tjere, me thonë, nuk është që s'marrë shumë vesh në feje sene, e di tutën, e di këtë shumisën, po mu falë që më të mujtë. Pyetja e dytë? Edhe pyetja e dytë është, dhe isa me vetë hoxhën, menimin e ti, unë jam një djallë 30 vjetë, dhe të në ngërbet dashta me ditë, për shumë pjalloni mesatare, dhe në 70 vjetë jetoj, a mundet me prit na si për shumë na i shajtë modhët kiamit, apo është hale largësht. Ose ma konkretisht, so jem ofër kiamit, so qindra vite, si pas menimit hoxhës, ato hajtën vetë zotë, për da është hoxhën, një menim të hoxhës. Allah i shpëleft. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allahu dasht e trujt. Ti na gëzove në fillim, po ta na mërzit në fund. Ty be po. Do të vëkat sinqert. Të ngej gjithë, përfetej gjithë, për që namazën se fali. Lehat me sile. Lehat me sile. Le. Lehat me sile. Lehat me sile, lehat me sile. Kur thojnë njerëzit diçka të tilla, disha më kujtohet, pa dalë për teme, por besoj që drejt, mu më ka duk interesant, më ka duk shumë interesant. Dhe për herë parë për të tregaj. Më ranë dorë një liber i vogël, të një
ish artiste më të famshme egjiptiane, Shemsa El Baruti. Krejtë ata që kanë studiu në Egjipt kanë të gjuhë për te. Ne në Saudi nuk kemë shumë të gjuhë për te. Unë jo. Se marrën me këngëtare, me aktore, këta di unë. Marrën me libra të shkencës, në harem gjami, pejgamberit me dinë. Bila s'ke pas të rezervat kohë na kanë larë botës televizioneve në të zëman. E rëndësishme, mëram unë një liber, dhe liber kam me vete kam marrë. Pej Saudis. I vogël, liber thë, i vogël. Shemsa El Baruti. Ke Shemsa El Baruti, vitet e 50, vitet e 60, aktoria numër 1 në Egjipt. I ka dhënë Allahu bukuri, i ka dhënë emën, famë, ku ta di unë, i kërkoj këtu të sodit, dhe i bën famë sa të dush. Në Egjipt, për kundër shqiptarëve tona, Egjiptianët, sa dhe që janë të prapta, gjveshne, sa saj me bëmja pa ndo një insert filmit, eudhu billahi min ash-shaytanir rajim, eudhu billah. Mësë me një ka fletë arabisht, së s'ka mundësi me qenë kjo muslimat më përnë Egjipt kështu vite 50, sepse Egjipt vite 50 në kohën e Naserit ka qenë për toke. Ju nuk e dini. Ne sëd, mund të themi jemi aty, apo halejna ma mirë sa që ka qenë në Egjipt vitet 50. A çfarë që prish fejen atë kohë në Egjipt? Apo? E rëndësishme. Ato me gjithë punë të pestat e kështë që i kanë bërë, prapë, Egjiptiani me atë ndjenin e vetë që ka si musliman, që unë shkojnë numre. Mirë. Prej ty në keshim, sa ta shke të regan rroktimin e saj se si është udhëzuar. Rroktimin e saj se është udhëzuar. Për me shkurtu këtë mesele, bëhet një grupë kjo, të regan pasaj ty është kër ka vesh Amin për herë të parë. Edhe për këqyri vetën. Ta i të regan kjo kam shkuna për Parize, nuk kam bletesha në Egjipt korre, të këshirë kujtë, dushka e stile shumë. Aristokrate, Shemsa El Baruti. E të regan kërë Shamin mas pari, e thash, o zëtë madhë, të shpo do këshane me Shami. Sepse në mjekin Medine së shkan pa Shami. Tash kja, shkova the edha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me grupë. Tha edhe e nisa me kajt atë. Ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam pejgamberit, edhe letë për rjedhi Shemsës. Shemsa Shemsi me tonën, Shemsi jemi. Para bështë bje Shemsa. Kaj kjo. Kjo të dalë, këto hinë në anën tjetër delë, të dalë me grupë. Shekhi tha hoxha që ishte me neve, tha pa më sheh mua, të i kajtë, thot, ha bia. Qka ka? Tha shë mërzita shekh që e vizitua pejgamberin. Halen nuk të paskara ta më të në zemrës paska prejk halen. A unë dhe shami të i kajtë. Nuk ma kape që dhe me thanë, ku pe qëtë shekhi. Nuk ma kape, tha. Pra shekhi, hoxha, e ka studiu këtë, e ka pa që kjo veç fillimi, për jo sa dohet. Tha edhe diqysh ne mërë të mërzimu, se në një farë mënyrë më thëmbaj, një farë mënyrë, po më thëmban. Tha pa e kështë pas mirë. Në qatë ullëtim të saj, kjo, vendos të amam, të i drejtu Allah, të i lutë Allah, të i drejtu Allah, të i lutë Allah. Edhe ma, ja hapë Zotë zemrën, ato Zotë jem ku këna kanone, unë kanë zanë deka që kësha pa. Dhe kur më kush flokin pasja ka, kur më Shemsa, në për filma lunë nuk ka. Kur. Ka ba në intervist, si grua e mbuluar me hijab islam tamam, para gazetar, ma se ka ngull kam, veç me dhanë intervist, por kur
më nuk ka dalë televizor e lërë me lu filma. E tash kur thot dikush që unë e udhëzu, unë kështu, por s'falna, le, se larkuke. Se shem se l'baruq. Nërë më thani vëlla muhe, e janë nisi, e kam qenë smut për lukëthit e bëm, nështë tam dëgjën e mu tash, pas ka dërse, e më nësë përmenu në. E në kështu e kem konë kam ujtë i vjetën, bëm, të prit një rënë ranë, tha një herë, po më thot, thani plakët e, bire qa për këto? Po pres në rënë për lukë, se më kallëm, e më shkët e shpia. Ka për dy tela farfarana, haj edhe se. A qëka që më tha? E që këti shpia, të marrë tela farfarana, bismillah, e ti gjuna. Po, vështë farfarana, më kësha. Më kalli, këto që të letë këtu kallë, më kalli, për des, në është për des. Që së më jetoj mu, sepse më kalli lukëthi. Edhe ma, kur njetë lukëthi si ka dhim. A i më kallë zekhi mu, e djali, më kallë zekhi mu, edhe thash, unë e pesë qyri sjeri që shtu. Thash, që ka përdo me thanë me shtëtë? Që përdo me thanë? Pse e falë një gjuma falke? Për nëmërën, për konzërën se për falendërën zotina, për sa në pas ke bo? Që di marrë, për zotit? Ta shaj thët, që e neje jonja, që këj farë, që shme thonë, këndërësën ma, që shpe qujtu në, se kam nu që për rejshë plakën e pith, po që ka falë një gjuma e ka bë namin, aj? Edhe e thët, që ke jo që ka ra, edhe mo, 5 kot namazë, e sot do shta ma e perfekcion është, nuk për 5 kot namazë, sepse për në tani falën, por ndoshta, për në file, për sene, bëkia ma i dëveshëm se sani është Allah e ruaj. Pra, pse njëri e falë një gjuma, pse njëri e gjërë një Ramazan, largi, nga ligjërata për dit, largi, ma ba halal po, largi, namazin me falë, këj njëti pyti për kiamet, më kujte hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka një njëri ka thënë, ja Resulullah me të sa, kur bëhet kiameti. Që kështë e thonë ti? Ta shkët të thonë mu ma kujtej. Pejgamberi tha, u ma atët të leha, qka ke pregadit për kiamet. Po lere ty kur bëhet kiameti, po të rëgëm të që ke pregadit për kiamet. E këti për e thëmëre, qka ke pregadit për kiamet? A i tha, nuk kam bo shumë amelet mira, ama inni uhibbullahu wa rasule, por Allahun e du fort shumë, dhe pejgamberi du shumë. Sallallahu aleyhi wa sallam. Pejgamberi tha, inneke mimmen adet, ti koke për atyne që një me pas ke pregadit për ahiret. Tash këtu mirët për pas farzët, nuk diskutohet e farzët, i falë, mirët edhe kjo se dashuria ndaj Allahut, dashuria ndaj pejgamberit, është për ibadeteve më të forta, me të cilat robi afrohet Allahu. Dhe se rrëdhoj e kësajna, po pjesë e kësajna është, kur robi prej dashurisë që ka ndaj Allahut, apo prej frigës që ka prej Allahut, kur vetën një pikë lutëm i talë, sa ma e gjelbanës, që atë sy zjerë me gjehenemet e ka haram e hangër, me tjek. La ilaha illallah. Bes në anën tjetër, dashuria ndaj Allahut, nësë është e këti nivelli, edhe në robin mësë më pala. Mune të robi, pedu Allah, la, e s'pa fala. Imagina jem shtash që tëna, që në mesen jena, a jem në mesen po, vjen miftia, vjen kryeministri, vjen kuta di njëri madhe, bëbë që lirë hinë qëto, që shto hinë të në të ti. Mune është pak, me najtë palë kuna, e mos flasë me ka në këkër shpinës ti, këkër shpinës. Po hinë me saferi matë nuk pëlkun është, ja s'moj, e Allah që po thirë 5 herë në ditje ty. Qo robi jem, qo se për ty e këm. Po thërët i madhe zëtë, 5 herë në ditje, ka 3 minuta, për shpirtin tënë, për trupin tënë, për varrin tënë, për ahiretin tënë, oj, shkret. Po për të mja kushtu zotit tënë, 5 herë, 3, 4, 5 minuta, le tjetë 25, le tjetë gjysore. Edhe po pretendon se dënë Allahun, ja, ty te dënë, por halal larë, sikur shem sa barudet.
Larg, o vëlla, larg. Andaj ngo vëllaun tënë, prezent, Zotë është të ka dhana të shpirt, e të rujtë Allahu namazën më sele. S'ket pun të pështysha, s'pun kur gjë veç, se ke lidhë për i me. Namazë e ka, se ka agjerimi bre? Pa pse në agjerim nuk po diskutojnë në heq? Ne e kuptojna, e përhapëm, e përcjellëm të njëri tjetëri, se mas 3 dite, 5 dite një jave, ose në shtune një javë, ose na qohëm sëfër. Që në shtune që vjenë, që ka shpejta, erdhë, ka me ndodhe një mujtë të brejalla, erdhë. Tja që pregadita, po më momentit që mërvesh, se do të më qënë sëfër, a kujtohesh 2 hera? Pse s'kujtohesh? Sepse e ke akceptu këtë, tak e ke mbjellë në kry, o hi këtu pap në kry, agjerimin si një e një që bojnë 2. Sigur se që do të me pije me hangër njeri ju, sigur se që do të me thita oksigen, nuk bën pa agjeru. Tani ana hahet buka, as na hahet buka, e me që ka hajna buken, me që hajna se fyni iftarin. E është dita gjata, dita shkurt, këtu jenë senet e cilat mund të bojnë Allah, po nuk i qesëm tavolinë me thonë, shka këtyne të kujtona, a me agjeru, mos me agjeru Ramazanin. Muslimani këtu e se banë? Ja, se banë muslimani këtu. Muslimani thot, me dek po, Ramazanin për agjeru ty ben e la. A në pse nuk kërkot për ti me dek, natyrisht. Pra ka fjallë nëse lodha, sa do me lodha në ke prishi. E ta i smundja, i justifikan. Njëtë në gjatë duhet edhe për namaz. O, vëlla namazin falë. O, vëlla namazin falë, se ne asin nuk pretendojmë. Se jena Abu Bekra, jena Omera, jena Aisha, jena Fatima, jena Wallahu, që na shehna i dhe zemrat asnjë. Dhe që të pretendon, ka vetë pëlqim. Tash ka zemra në smut i bije. E shqyr që Allahu nuk e ka lënë këtë zemrat tonë me na i pa njerëzit. E Allahu na i mbulon gjunahet, e na i mbulon të metat me rahmetin e vetë. E na shqitim që jena burra të mire, gra të mira para njerëzve. Pra, të bëhem sinqert, gjunahe jena. Tamam, dhe e di që me gjunahe ka me dalë të Zoti jam. Aj, mund me falën këtë dynja në lutë për çdo ditë, të dhone të gjithë ne, por kur s'pra të ndoj që dalë të Zoti pa gjuna, ama do dalë të Zoti dhe as një namaz nuk më ka iki. Për i pona. A mu e boj? Ka me bo. Ka me bo me emër të Allah. Sa të jam gjallë, ka me agjeru Ramazanin. Pra nëse të i 80 vjetë, ka me bo 60, 65, sa Ramazan, 75, sa Ramazan, në bjenë se s'ja, nisë me agjeru për që kam lindë, për në ashtë të kam pas, në 13 vjetë ka me harru të shkuru. Nuk ka me prish Ramazanin, nuk ka me la namazin. A mu me shku të Zotit me qëto amiljane? Pse mos me shku? Pasa në të leta këto, pasa peshojnë të Zotit këto. Wa alemu në khejra amalikum as-salah. Pejgamberi pa të dijeni o ju njerëz. O, ju mile dijeni. Se ameli me i mirë, vepra me i mirë që e bën ju, e njerëzit punojnë shumë. Por cila është me e mira, as-salah, namazi. Namazi. Kështu pa thot, i dërguar i Allahot. Nëse do me thot tjertë. Do të me nërrua. Me thonë, hajte se bëllë ki që ki zemrën e mira, bëllë ki që nga ligjerata. O, vëlla namazin, fali për i zatë Zotit. Mos vdes pa namaz, kaq. Amen. Këshilla. Preferojmë të shkojmë me një pauzë të shkurtër dhe të dashur miq, pas një pauze të shkurtër rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi. Pra mos u ndani nga kanali RTS. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi. Hoxhë nderuar, më njëherë kemi një telefonat. Alo, selam aleikum. Assalamu alaikum nga Gjermania. Aleikum selam, rahmetullah, këtu nga studio RTS. Urnoni, keni pyetje për hoxhën? Po, faleminderit, kam një pyetje për hoxhën. Urnoni.
Në fakt kam shumë pyetje, po veç një pyetje bëj për çto rrjetet sociale se edhe kryet në kanë lodhur me to. Ka shumë njerëz që po dalin po postojnë video në rrjete sociale, edhe shkruan aty po nëse e bën like, domethënë e pëlqen video, nëse e shpërndon, në orë 8 kemi marrë ndish problem prej Zotit, ose ka më të dhënë Zotit gjitha të mirat. E ata kur po jemi lexu komentet aty pe shek këto muslimanët tonë, edhe muslimanët krejt amin inshallah, e unë pe kundërshtoj. Sepse të ardhmën veç Zoti e di që e din, ja i person që shpërndon kësi video, domethënë ashtu në kundërshtim me fenë islame, edhe është kundërshtim me Zotin. Ta i që tjetër i thot posh Zotin mos e ka lë videon. Shpërndoje, unë dash më marr shpërblimet e Zotit. Po më e keqja është që po të thot shembull po ta cakton me orë, me ditë, me datë. Nëse ti e pëlqen këtë video për hir të Zotit, Zoti në orë 8 ka më të dhënë gjitha të mirat. Thuaj se domosdoshmë për neve u krye gjithçka si të pëlqejmë në atë video, edhe krejt me emra të fesë islame të shkruhet, që kjo pak po mbrengos, ç'a mendojnë ta njerëz kështu. Unë e kam dëgjuar edhe një hoxh për tetove, nëse s'gaboj besim luma, nëse ka me ta feja islame më majt në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, puna jonë e ka pas. Deshta me një pe hoxhë se çka mendon për këta njerëz që po shpërndojnë kësi video kështu. Allah ju nderoft, faleminderit tash të merrni përgjigjen për hoxhë. Faleminderit shumë. Hajde ju përshëndes, asalamu alaykum. Aleikum selam. Aleikum selam. Në parem, unë këtu nuk i përcjellë për veti, as s'di çka thënë mileti, as haber nuk kam. Para e dyta, davetin të cilën e bëjnë vllazëria dhe motrat nëpërmjet rrjeteve sociale, unë nuk mendoj që do të hudhet krejt, e as të mirët krejt. Por, ka nevojë ndoshta të gdhendet, të qortohet, të edukohen vllaznia, apo të këshillohet ma bot ma mirë me thonë. Po, nëse me qortu dhe kanë qortoje, s'ka dert. Po me edukat, ama nuk një vërtet është se një davet e mirë bëhet. Tash, prapë këthina të që thash, unë jo që kyshna, por për ndëgjej për njerëzve dhe për kuptoj se njerëzit përfitojnë, shpërndajnë vlera, bojnë davet në përmjet rrjeteve sociale, Allah i shpërbleft. Tani, ana mungon pjekuria, ana mungon urtësia, ana mungon njohuri të bollshme, ana mund ka njëherë na mund emocionet. Shembull që dikush ty ndoshta të provokon ai, ndoshta të provokon. E ti më që më shpërthyme njëherë. Trego pakat për mbajtjen tonë si musliman. Edhe nëse është me emrin ai jo musliman, edhe nëse ka emrin musliman dhe por flet fjalë të kufrit. Ai ndoshta nuk e din që të bëj kufër. Ndoshta do me të provoku, ndoshta ka dhe për i me provokimin, po tani ti a ki qëllimi për hap fen, a vesh ta muj këte. Tek ne muslimat nuk është primare me i mujt njerëzt. Primare është me i udhëzu njerëzt. Jo me i mujt njerëzt. Po me i udhëzu njerëzt. Me përqafu nurin e dritën qellore ata. Edhe nëse është në llogari të sharjeve e të fyrjeve tona. Është. Pastaj, nëse më thot, nëse dikush mendon që po egzagjeroj ose po e teproj se, pa këshirë pejgamber të Zotit. Këshirë pejgamber të Zotit. Pejgamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam, e kanë rrih, e kanë përgjak, të arpe Taifit. A e dërgaj Allahu me lekun e kodrave, bashkë me lekun Gjibril. Edhe i tha me leku Gjibril, kjo naltë është, me leku i kodrave. Nuk ka zbrit ma heret, për ty ka zbrit. Dhe i dha selam, tha Muhammed, urdhëra që apo dërë.
apo dënë banorët e Mekës, mes dy kodrave, që ja bëj bashkë, dy kodrat, edhe asë një njerë, kur të kështë Mekë, gjallë nuk ta la. Asë një heqë nuk e gjenë. Që tha i bekuar? A lëtë i dilëshën, la ilaha illallah. Jo, tha, por unë e lësë Allahon me nëzirë pe pasarëzë, pe lëzëve ty në diken që ja budullaha wa la yushriku bihi shay'a. Adhëran Allahun dhe nuk i bën atij na shirk, sepse kjo është synimi. Tani atje i bekuar gjithashtu tha, po më duket pesha, një pejgamber, dhe pejgamberve të ben Israelve, që fotëve të vjetër, populli vetë për rrehin, Gjakop i shkan ftyrës. Ai për thëtë, Allahum akfer li qaumi, fe inahum la ja'lemu. O sot, o Allah fale popullin tem, se këta nuk e di. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pra, synimi jonë o ju njerëz, është një përcjell njerëzve vlera. Me përcjell dinë. Andaj, për me qenë një davest dhe me thonë, thërës, për cilësi me shaj mesajëve, të edhe qëfar mesajëve për cilë. Ta shonisë në për vetës ta. E pas ta i marrë dhe shok të mikra hazaj. Ta në a thëmë të talibeve të mi. A nuk nalëm e të mendoj. Dhe vetë vetën ta kritikojmë se ne në fakt nuk jemi të denjë. Me përcjell këtë mesazh, apo thujmë ndryshe, nuk jemi të e ditë. Çfarë emanetit madh kena mbi supet e tona. La ilaha illallah. Nëse kjo temë e madhe, temë e gjane, temë e dhëmshme, temë e vështirë është kjo. E vështirë nga kuptimi rrezikshëm, sepse mund ta çojë robën në xhehenem, por edhe mund ta shpëtoj robën për xhehenemit. Andaj shumë e rëndësishme, shumë e ndihshme. Njerëzit duhet të kenë kujdes, proces, me pas kujdes. Me pas kujdes. Mos pranon provokimet të njerëzve. Ndodhi një herë më një rast, shkova në prokurori. Kisha një nevojë diçka një. Hyna poshtë, shkon një police, edhe një njeri me një farë shëshira të një farë mrallë sa të dosh. Dhe unë, selam alikum. Su me shku të kriministe ty, be selam këm i dhonë. Ndasht ma merë, ndasht mës ma merë. Sepse unë jam iftari selamit, dhonë për hapi selam. E le të mdërsoj njerëzit se të dojnë. E selami është paqë. Selami është siguri, është vlerë, është madhështi, është nuri, është dritë. E selam është emri Allahut, paqë dhënës. E selam është emri gjenetit, darus selam. Islami, rënjën e ka për selamit islam. Përshëndetja jonë është selam islam. Për Ademit a.s. përshëndetje në parë që bërë Ademit selam, me laqë. E që për do t'i tash tërsa? Te këthëm atë që është dushme. Dhe në dhash selam, hetu ka bërtita e farë djali atje. Dhe në shkova nalë, në falë policia në këtë për kënë nalë. Kër shkova nalë, dulë prokurori, edhe më përshëndetje, tha, bënë prit pak, se kem një mledhje, po. Thash parë që ti po është duke është më sëllë shumë keq me mu. E policia tha, bënë me ditë kush ke? Thash nuk di një, anë shkom në farë sheshires dikush. Thash parë, më tranaj që dhe selam. A më ngojnë si qela. O përmbajta. Kjo shpejt ka shku poshtë. Shpejt ka shku poshtë, nuk di që ka ndodhë. Dënë zoti, kërë burgosa anë.
Kanë kalu vjetë, vite kanë kalu. Kur burgosa anë, dhe më pronën herën, më pronën pe burgut Lipjanit, më pronën mu në intervistë të prokurori. Dhe mas 2-3 ditë të ndëmë shumë. Dhe më njëti zemra. Sigur të kalëzën Allah. Për deri sa të kanë thirë dhe një herën prokurori, thashë Allah për du në thonë është që ti dole për burgut. Për ata e erë të prokurorit, dhe kësha dërta të punë, që isha, kështu, pas parës jepësha për atë punë. Të pritash ne këtë poshtë, atërë kanë gjykata vjetër, shtë të policia, tash është atje, jem prokuroria që gjykatat krejt. Të prit poshtë më afërhue, që nga blakët e avokata, ku dynë që isha ata njerë, ty bërë i disha. Do shta seli me klientin e veta, ku ta dynë, e rëndësishme ka afru një anë më një djarë natë. Edhe tha, apo më nje? Tha shty, bebër një mama pak s'pa di. Tha të kujtojt, shtë kur të bërti ta unë e ty, tha edhe të zanë nuk e qelë, gojë nuk e qelë. Tha edhe profimin. Tha së të provokova. Tha së s'jam qashtu, këndërfesë. Në fakt, unë ndoshtë që kështë ashtë bërri mira, jo që kështë ashtë sa bërle, nuk po mja në vetat merit, por Allahum përmbajtë zote, ati ku vëshim falë, edhe nuk folje, që këtheva tina kërgjë, por e shëfë se kanë diku të ajë. Ma sa viteve ajë, të pritna me hyjen të prokurori atë, këraj më ka afru muhe, edhe për thata për të kujtohën, në kështu dhe kështu ka ndodhë, tha edhe nuk reagove, sen nuk reagove asgja, edhe provimin. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Andaj, dhe me pas ku idejes, ndaj njerëzve. Më këthin këta që thojnë këta në ora 10, në ora 8, të më pra Allah. Mësë obliga mu kur gjohë, që së më obligu zoti. Mësë më obligu Allahu, me shkune, më marrë me intervju, me qenë këtu farë. Postimet sene, po mësë më ka obligu Allah, mësë më obliga me diçka që së më ka obligu Allah, po. Sepse këto në sene të cilat kanë peshtë ranën fej. Me thonë dikuj bënë të se të falë zote, bënë të se të abë zote këte, kjo është përzim punë të Allahot. Ta njëzën të rëzikshëm që me projnë ashtu. Nuk është pe varimi e dinit zotit. Dhe mund të akinë pe gjehlit. Për ndryshe, problem ke punë, rëzik. Edhe nëse ka pe gjehlit, me thonë, për dhe që për fletë, për dhe që për fletë. Qysh i thonë njeriut pashë zotin pastama. Qysh i thonë njeriut pastama se klikama, se për cilë ma këta, se këtë dinë që i thonë të të rritë, sepse nëse ma bën like, se këta di unë atje, o ka me shpërbi zotit, ka me ta bo këta, ku për diti? Ku për diti? Ku ka në islam ashtu? Në islam ka Allahu të shpërblift. Qa o kjo është lutje. Lutje. Allahu ndëroft. Ata që e shpërndan këtë hajrë. Allahu e boft hisenik. Hisenik ortak, pjesmars. Në shpërblim, ata që e përhap qëtë ligjerat. Që kja dalën për asajna. Këtu një doa për bënë, për thoi ju njerëz, bënë pjesmarës në hajrë, ju njerëz, bënë pjesmarës, jo mënyrë detyrimore, jo mënyrë obligative, por unë po mendoj që ja vlenë më bo pjesmarës në përhapjen e hajrit. Po. Telefonat. Alo, salamu alaikum. Assalamu alaikum, a e një lodhë? Jo, alhamdulillah. Urnani keni pyetje për hoxhën? Po, unë që 6 muaj kom fillu mu falë, jam 33 vjeqare dhe kam një shqetsim se vetlat i bëj kështu me gellë. Gjatë ditës, ditë natë në përdorim kështu të përditshëm, edhe më pranohet abdesi, tani normal edhe namazi, qështu apo më dojtë mas çdo para se me mor abdes mi fshi, a qysh me bu se jam në marak, mos nuk po më pranohet muni që për bëj dhe me thonë namazi dhe abdesi. E pse ti pi bën vetlat me gellë, ty Allah në gjennet qoftë. Inshallah më qënë. Ka munges shumë të madhe të vetlave dhe është agile kështu fshijet me pallum të laktë dhe me ujë. Nuk është i qëndrushëm kështu me dite, me muje, me sene. Po dhe që do me thonë, e bën ata për më duk me bukur. Thuj po. Jo, Je po. po, për më duk me bukur, po... Je po ty.
Po, ej, motër, Allah nësë në rranë. Asë, bëmë sinqert. Bëmë sinqert, na. Ha, më falë, vazhdo. Unë kam shumë mungesë të theksume të vetë, laf. Ani dhe motër, ki munges. A ki e krye pyetjen? A keni pyetje tjetër? E ju, Tamam. A shemi në përgjigjen për hoxha. faleminderit. Po, Allah të rritë motër. Së pare, elhamdulillah që falë namaz. Natët ditë, elhamdulillah, o, zëtë i madhë. Namaz është mbi gjitha. Namazë, një tani tak tjera të rënë. Temel, shtyll, lidhja direkte me Allahun me e forta. E ke kap këtë namaz. Allahu ta ruajt këtë shtyll. Ja Rabbil Alim, dejnë vdekje, kësajne, muaj, ty, tonë dhe neve. Mës të martë Allah shpirtin pa namaz. Dhe thoi ndryshë Allahu në marë shpirtin e mës në bëht me la namazin. Ja Rabbil Alimin, o Allah, mërë në shpirtin, mës në le pa namaz. Mës në privë pe namazet, ja Rabbil Alimin. Sepse s'na vini jeta kur që pa namaz. Tani, të shkëm të shtutje, kje para, alhamdulillah, që falë që dyta, e pëngën gjela se pëngën, të përthua hije kje gjelin. Gjeli është një substancë, nëse anë e kuptoj, nëse di me përkufizu, një lloj substancë, nëse është e padukshme, ose ka me ngjyra, pa ngjyra, por një lloj kore, bëhet një lloj përlhore, një lloj kore, apo e cila i vëhet flakëve, apo mjekrës, apo këtë razvetllave. Apo? Po, dhe po. Qajo, si mbasi gjitha gjasave, e pengon depërtimin e ujit. Kjo po thot e pastroj me pallumat lakta edhe maravdes. Mirë, o kry, namazë ki tamam, pra nëse te pastran, edhe laget vetla dhe këtë ftyra, te namazë ki tamam. Shkojmë të që është e fundit, e që është e kam vetlat keq e mirë. Të që të gjallë që përdorë, edhe ato shminga që përdori motrat e tona, ato i lejohet me përdorë, por kur janë më zgrave, lejohet me përdorë për përseris, e kejtë trupin bën e gjallë, kejtë flakë bën i gjallë. E një që në lej, ashtë farë makjazhe, shminge që e thjena ty në përgjitën të në ftyrën tane, sepse Allah e ka liju grusë. Nuk ka kufe, dhe kjo është pjesë e orfe traditës. Nuk ka kufe tek zbukurimi femrave. Jo me kane, jo me lake, jo me ngjyre, jo me are, jo me argjente, jo me mendafshe, jo në vath are të poshtë krejtë e bëmbëm, në të anë të më mush are 3 kila, 2 kila, 5 kila. Nuk ka të caktuar për femna. Ama para femrave. Ose para atyni që ka mahreme, familjarëve të saj. Por anë regull, më zbukuru e motrat tona, kur dalin në rrugë, në shkollë, në punë, para të tij. Ashtë në regull. Bënja pyetjen vetë vetës, fetarisht. Thy që santëm del shpirti, ma mërzoti shpirti. Dhe one, i bëj vetlat me gjellë, tjetra thot nuk dal pa i nuk vetla, tjetra nuk dal pa u ly, pa u ngjy, pa ta diun. Bëni pyetje vetë vetës. Me të zanë dekan që të formë, që të gjendje. Ashtë vdekje mirë, vdekje keqe. Kujna për zbukurohesh? Burrave të huj. E kitë lejuar, bëni vetë pyetje. E kjetë lejuar me zbukuru burrave të huj. E s'po duk na mirë, po shumë mirë, që s'po duk është e mirë. Shumë mirë, shëqër s'po duk është e mirë. Shëqër, njërë që mëse provoku njerëzit. Mëse provoku njerëzit. E pasaj, kur jemi femra, ndarësëme, ku ta diune, anë zbukurave, doke mirë para grave, doke bukur, për jo para burrave. Por kjo është e çuditshme.
E që dëqme qysh arrin shejtani me ba deri në kitë deregje për veti gratë e motrat e bijat e tonë. E që dëqme shkepo. Me vajzat të reja, për aty që janë adoleshente, ato që janë mi 20 vjeçare, ato që janë mi 30 vjeçare, deri të plakat, të martuara, të pamartuara, me fëmije, pa fëmije, me fshatare, me qytetare, me la ilahe illallah, edhe të më lutat shumë herë. Ha më luaj, ja? E ka më lu flokin kishe, ka era parfem 7 metra, 10 metra të mytë të Michel Hunt. Motra muslimane, parfem 10 metra më të në zafërimen. Motra muslimane, të koqët të bartë, shminkat, se vi marre, kujna në gjitha shminkat në rrugë, motra muslimane më bëlluar. Kujna? Hajgare ka bëna ja, me dinë zotet ta? Hajgare ka bëna me dinë ja. Qëfar më bëlesë është aja? Po, është në zëtë qëfar më bëlesë është aja. Pse më lëve flokin? Mësë më pa burrat. E huj, shumë mirë. Knej, po bëj ka mësë më të dukë. E knej? Knej për thot dhjana sa të kësën shar bukuroshe jam. Që shbënë që ke punë në fejë kështu? Në po flasim parime fetare për në muslimanë që njësë për gjenet. Se për gjenem, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, po për gjenet. Ka për kufizime. Ka për kufizime për gjenet. Nuk mund bënd që ka të dush. Edhe kur dush. As mundësh. Allah të rujtë e mëtër. Ja, Rabi, ty e ta musliman. Pa. Allah e të rujtë shpërblet hoqë. Hoqë më leja për fund të lexoj një pyetje që në ka rritë në redaksia. Thot, kur është koha mes bajramave që janë disa punë të ndaluara, një prej tyre me bë dasëm, pra me marrë nuse. Kush ka thonë shtu? Populli, edhe ne kemi dëgjuar më herët që është e përmendur kjo mes bajramave s'bën me marrë nuse. Ma thonë për ju Dugaxhinit. Po për Dugaxhinit po. Zakonisht kjo edhe pyetja ka mujtë marrë prej Dugaxhinit. Prej Dugaxhinit. Ja, më qëfa. Ja, më këtë. S'ka të bëke me realitet asë një herë. Që fa nuk po marrë nuse, nuse kur dush merë? Po mërë kur dush nuse në merë? Nuk ka asë gjë të ndaluar, s'ka të vërtet kja kur gjë. Asë gjë nuk ka të vërtet kja. Nuk e di kja kanë marrë këte, ka është përhapur kja, për ndryshe nuk ka asë gjë të shkruar, të definuar, asë gjë, asë një herë, se mes dy bajramave, jesë bërën fejuve, jesë bërën martuve, jesë bërën pëdarës, jesë bërën kanagjeqë, jesë bërën këte, nuk është e vërteta asë një herë. Nuk është e vërteta asë një herë. Darës me këtë drejt me bëhe dhe ditën e bajramit, e natën e bajramit, kur dush. Ska dërë. Allah të nderoft. Amen o juve. Hoqë lusim Allahun të shpërbej për Amen. këshillat, për këto Faleminderit. fjalë të mira që janë me vlerë për neve dhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit që na përcjellen. Allah nderoft të shpërbleft. Me kaq po e përmbyllim për sonte. Të dashur miq, duke ju uruar gjithë të mirat. Allahu nderoft ju shpërbleft për kohën. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim. Selamu alaikum.